Do të nisem me lidhjen e parë të drejtë për drejtë, na bashkohet eksperti i sigurisë zoti Xhavit Shala në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët herët në mëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Është kënaqësi zoti Shala që do të jemi bashkë sërish në programin Mirëmëngjes Shqipëri. Pas tensioneve në lindjen e mesme, duket se nuk ka ditë kur në fakt bombardime të dyanshme shoqërojnë dhe konfliktin e zgjatur tashmë mes Rusisë dhe Ukrainës. Çfarë po ndodh në fakt në këtë zonë lindore të Europës dhe si duket ardhmja e këtij konflikti që po shkon drejt vitit të 5? Është vërtet kjo që thoni këto ditët e fundit ka një intensifikim të goditjeve dhe të luftës midis palëve, sidomos në thellësi. Lufta në front vazhdon, po nuk ka patur ndryshime në front që t'japin ndryshime esenciale, domethënë për treguar fitoren e njërës palë apo tjetër. Goditjet më të mëdha janë dhënë në përpavi, pra në thellësi të territorit të secilit vend. Para disa ditësh Rusia bëri një sulm në Kiev, duke përdorur një numër të konsiderueshëm raketash, duke filluar që nga raketat Iskander, duke filluar me Zirkon dhe me raketa tjera balistike. Duhet të theksoj se sulmet me raketa janë efektive për Rusinë, pasi nga ana e Ukrainës ka vështirësi. Këto janë raketat që janë vështirë të interceptohen, por edhe interceptuesit nga ana e Ukrainës janë me pakisë, sepse këtyre mund të përgjigjë vetëm me raketa Patriot, për cilët ka mangësi jo vetëm Ukraina, por edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga konsumimi që është bërë në konfliktet e tjera. Gjithashtu nga ana në kundërpërgjigje, Ukraina përdor një sulm me rreth 400 dronë në periferitë e Moskës, duke goditur një numër të konsiderueshëm ndërmarrjesh që prodhojnë apo që janë të lidhura me ushtrinë, duke goditur vendet logjistikës, pra palët po përpiqen, në konkluzion palët po përpiqen që të dëmtojnë aftësinë e palës tjetër për të luftuar. Ndërkohë që në fushën diplomatike nuk është se ka ndonjë shenjë, pavarësisht thirrjes her pas hershme të president Zelenski për bisedime, nga ana e Rusisë nuk ka asnjë shenjë për uljen në tavolinën e bisedimeve. Sa duket ata kërkojnë pranojnë të ulen në tavolinën e bisedimeve vetëm me kushtet që ka Rusia dhe jo me kushtet e tjera. Kjo luftë po shkakton ka pasoja, domethënë goditjet që po japin palët në provavi, ka pasoja ekonomike, ushtarake dhe strategjike. Cilat janë ekonomike? Janë duke goditur objekte të rëndësishme ekonomike, për shembull Ukraina po godet rafineritë e naftës, janë goditur deri tashmë sipas të dhëna ukrainase, por që janë përmendur edhe nga agjencitë perëndimore, 42.7% e kapaciteteve rafinuese të Rusisë kanë dalur jashtë përdorimit. Kjo është një humbje e madhe ekonomike për Rusinë, jo vetëm ekonomike, por është edhe një humbje e madhe edhe politike, sepse kjo po tregon që Ukraina po godet në çdo cep të territorit të sado lart që është në territorit të Rusisë. Nga ana tjetër kjo po shkakton pasoja krizë në Ukrainë, në Rusi. Kjo krizë është lidhet me pasoja ekonomike, pra me humbjen e të ardhurave nga shitja e naftës, por nga ana tjetër kohët e fundit ka filluar të pasqyrohet edhe në bujqësi. Si po pasqyrohet në bujqësi? Makineritë bujqësore në një numër të konsiderueshëm të tyre konsumojnë apo përdoren me karburant, me benzinë. Dhe meqense benzina tashmë është në krizë, kjo po shkakton një problem të madh në Rusi. Nga ana tjetër që mund ta themi që ka mund po përvijohet një krizë drithrash, sepse Rusia dhe Ukraina janë eksportuese thuajse kryesore të drithrave. Edhe Rusia në këtë rast duke përdorur bomba djegëse po i vez jarën me qindra mijëra hektar me të mbjellë me grur që janë për tu në prag korris apo në proces. Pra të dy palët po përpiqen ta dëmtojnë edhe ekonomikisht palën tjetër. Pra këto ishte, mund të themi që palët po zhvillojnë një luftë që po synon, mund të themi luftë konsumimi, pra në front nuk ka të reja, palët nuk po avancojnë asnjëra as tjetra, pra nuk ka as fitues as humbës, ndërkohë që goditjet po jepet në thellësi dhe po konsumojnë palët njëra tjetrën, dhe nëse do të vazhdojë kështu me këtë nivel konsumimi, mund të themi që Rusia do të detyrohet në një mënyrë të ulet në tavolinën e bisedimeve, pasi humbjet e saj janë shumë të mëdha nga goditjet që ka dhënë në vazhdimsi Ukraina.
Ndërkohë, konflikti ushtarak po hyn drejt vitit të 5, faktikisht zoti Shala, dhe në anën tjetër javën e kaluar, të martën javës së kaluar, presidenti francez Emmanuel Macron mblodhi sërish udhëheqës të vendeve që janë koalicioni vullnet mirë për ta mbështetur Ukrainën. Sa ndihmojnë këto mekanizma diplomatik për të shtyr nxitur të paktën Rusin, për të ulur në turizmin e bisedimeve, siç thoni ju, duke patur parasysh këto goditje të mëdha që industria ruse gjithashtu ka marrë gjatë javëve të fundit nga bombardimet e Ukrainës? Rezistenca ukrainase është për të luftuar, po nuk do ishte në këto nivele nëse nuk do kishte një mbështetje perëndimore. Kjo është e padiskutueshme dhe vetë presidenti Putin e ka përmendur disa herë që nëse nuk do ketë një mbështetje nga NATO, Ukraina mund të kapitulojë për një javë, thot ai. Nëse këto janë llogaritë që bën presidenti Putin, po kjo të tregon që ai e din që mbështetja perëndimore është shumë e rëndësishme dhe esenciale për Ukrainën. Takimi i fundit që ju thatë shumë i inkurajues, në takim mori pjesë edhe presidenti Zelenski, por gjithashtu në atë takim patë edhe një angazhim edhe të kompanive të mbrojtjes dhe aty u vendos është në shkruar një marrëveshje për të mundësuar që shtetet europiane në bashkëpunim me Ukrainën të fillojnë zbatimin e një projekti për prodhimin e sistemeve antibalistike europiane, pra ukrainase dhe europiane. Dhe kjo është një sinjal i fortë që jepet presidentit Putin që domethënë për Ukrainën ditë më të mira do të vinë dhe për Rusinë ditë më të këqija do të vinë në aspektin e mbështetjes që po jepet dhe nga ana tjetër mos harrojmë edhe atë deklaratën që në samitin e NATO se bëri presidenti amerikan që po mendon të jap Ukrainës të drejtën e prodhimit të raketave Patriot. Pa të tërë ato janë mesazhe që jepen Rusisë që të gjej mundësinë të detyrohet. Rusia me dëshirë nuk do të ulet asnjëherë në tavolinën e bisedimeve përveç se duke u detyruar. Tashmë ajo masi të bindet që edhe ato premtime, siç pretendojnë këta që ju dhanë në Alaskë në takimin e presidentit Trump, kanë ndryshuar kushtet dhe rrethanat dhe Ukraina nuk është më ajo Ukraina e Alaskës. Ukraina ka patur një problem në kohë të fundit, nëse mund ta trajtojmë një krizë politike ushtarake, e cila besoj se do arrin të kalojnë, ka patur një domosdoshmë si pasojë e problemeve që apo një klimë jo bashkëpunuese midis ministrit të mbrojtjes dhe komandantit të forcave të armatosura. Presidenti Zelenski u detyrua të mbajë njërin në anë, pra të shkarkojë ministrin i cili ka shkaktuar reagime në Ukrainë, pasi ai dha një temë tjetër luftës, sidomos luftës elektronike. Gjithsesi unë mendoj që presidenti Zelenski do jetë i detyruar të ndrojë edhe komandantin, tashmë edhe komandantin ushtarak, dhe po përgatitet një nga pasardhësit apo nga pjesëtarët e grupit Azov që janë më të vendosur, pasi ka ardhur koha që lufta në Ukrainë të marrë një dimension tjetër, pra jo vetëm në thellësi, por edhe në front, sepse Rusia po përpiqet që të arrijë të paktën të kapi dy Donetskun dhe në mënyrë që të arrijë që të çujë paktën gjysmën e tyre që t'i quajë se ka arritur një fitore dhe të ulet në tavolinë e bisedimeve sipas tyre me kushte të reja. Kjo do duket është e nevojshme që ta kalojë sa më shpejt këtë krizë, sepse siç thot populli, domethënë të ndrosh kuajt e karrocës në mes të lumit nuk është momenti i duhur, domethënë. Po besoj se Zelenski ka menduar një plan dalje për këtë rast. E kuptoj. Zoti Shala, ndërkohë, cilat mund të jenë shanset minimale që mund të ulim palët në një tërës bisedimesh gjatë pjesës së mbetur të vitit 2026, kushtet minimale që zakonisht plotësohen nga vende që janë në konflikt dhe të tilla me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve? Çfarë duhet siguroja paketa minimale e paqes në këndvështrimin tuaj si eksperti i çështjeve të sigurisë? Dikush nga të dy duhet të rriqet nga çfarë? Duhet jap çfarë? Në këndvështrimin tim, Putin duhet bindet një herë që nuk mund të përfitojë në tërheqës atë që po përfiton në fushën që nuk po përfiton dot në fushën e betejës. E para, e dyta duhet të bindet që ka rënë marrëveshja e Alaskës, siç pretendon ai, se ne s'kemi lexuar ndonjë marrëveshje, po siç pretendon ai që në vitin 2025 ishin premtuar, dhe e treta vazhdimi goditjeve në thellësi të territorit dhe goditja, domethënë asfiksimi i industrisë kryesore të saj që është industria përpunuese dhe eksportuese e naftës. Këto janë kushte që do ta detyrojnë të ulet në tavolinë me Ukrainën. Nga ana tjetër pak një iniciativë, nëse ne gjithë kemi ndjekur këtë në samitin
në samitin e NATO-s një ditë përpara presidenti Trump zhvilloi një bisedë të gjatë me presidentin rus, por bile tha që do të zhvillon edhe një pas samitit të NATO-s, por me sa duket ndryshuan rrethanat dhe ai tashmë presidenti Trump ka kaluar në mbështetjet e Ukrainës, pra dhe nuk u zhvillua ajo telefonata e dytë dhe ky është një sinjal tjetër që jepet presidentit Putin që kanë ndryshuar kushtet e rrethanat dhe ai duhet se s'bën të ulet në tavolinën e bisedimeve. Pra këto janë mendoj kushtet kryesore që duhet të ka një gjë, Rusia nuk ulet në tavolinë nëse nuk detyrohet. Me dëshirë ajo nuk mund të ulet në tavolinë sepse ajo pretendon që domethënë një paqe sipas kushteve që ka ajo dhe kushtet e saj janë kushte kapitulluese për Ukrainën. E qartë. Megjithatë, samiti i fundit i NATO-s i mbajtur në Turqi rikonfirmoi angazhimin e gjitha vendeve anëtare të këtij traktati të hemisferës së veriut në raport me paqen dhe sigurinë dhe rolin që NATO do të luajë pikërisht në konfliktet e mëvonshme, duke ju dhënë një shpresë ukrainasve që i mbështesin në përpjekjet e tyre. Kjo u duk qartë nga deklarata e presidentit Trump atje për të dhënë mundësinë Ukrainës të prodhojë në Ukrainë raketat Patriot. Por ndërkaq pas aneksimit të Krimes në vitin 2014 dhe referendumit që e pasoi, ngjarje me ndikim të madh ndërkombëtar aso kohë rreth 12 vjet më parë, nuk e di si është në terren sot gjendja me aneksimet e Rusisë në territorin e Ukrainës dhe kundërta kur Ukraina përpiqet të çlirojë territoret e saj të zaptuara. Ja vlen të trajtohet rasti Krimes më vete, janë shumë interesante zhvillimet në Krime, domethënë Krimeja është e pushtuar nga Rusia, por është e rrethuar nga Ukraina. Pse themi është e rrethuar? Domethënë goditjet e vazhdueshme që dha Ukraina në detin Azov, flotën në detin Azov e nxorri komplet jashtë funksioni si flot dhe gjithashtu edhe portet dhe pontilet e eksportit në detin Azov. Gjithashtu edhe goditjet e mëdha ka dhënë edhe flotës në detin e Zi. Pra në një farë mënyrë e ka rrethuar gadishullin e Krimes. Gjithashtu goditet pothuajse me dorë pothuajse çdo qoftë edhe një makinë që mendohet që mund të tentojë të fusë furnizime, më njëherë goditet. Pra në farë mënyrë dhe kriza e benzinës për herë të parë u ndje në gadishull, pra në Krime. Kjo do duket, domethënë, edhe kjo është një sinjal për Putinin që nëse ai nuk ulet shpejt në tavolinë e bisedimeve, mund të duhet të bëjë një diskutim edhe Krimen, pastaj hapësinë apo mundësinë për ta mbajtur të pushtuar Krimen. Pra zhvillimi lidhur me Krimen janë zhvillime interesante, bile ka zëra në mos që mendojnë që Ukraina po mendon një rrethim të Krimes dhe një sulm në Krime, gjë që nuk mendoj se është në këtë kushte, në këtë fazë. Por që është një nxitje, është një presion i madh për ta detyruar presidentin Putin të ulet në tavolinën e bisedimeve. Ajo dilema për përdorimin qoftë edhe sepse ka filluar, si thonë, të vihet me shpatulla pas muri presidenti Putin dhe nga mbështetësit e tij është edhe ideja që mund të përdorë edhe armë taktike bërthamore. Nga ana tjetër ka një mbështetje apo një presion krahas mbështetjes së Rusisë, ka një presion të jashtëzakonshëm nga ana e Kinës për të mos lejuar në asnjë kushte dhe në asnjë rrethant përdorimin e armëve bërthamore qoftë edhe taktike dhe pa mbështetjen kineze Rusia është e kapitulluar. E kuptoj. Megjithatë, po ta shikojmë historinë nga lufta e ftohtë e shekullit të 20 ose më saktë që pas përfundimit të luftës së dytë botërore me koalicionin e madh atëherë kundër nazizmit, pastaj vendosja e palëve ballë për ballë në luftën e ftohtë, riangazhimet që u morën në shekullin e 21 në samitin e NATO-s, duket që bota është shumë dinamike në gjeostrategji, në geopolitik, aleatët e mëdhenj dikur mund të jenë kundërshtar politik dhe diplomatik sot. Cila është kjo hartë geopolitike që shikoni sot që mund të jetë nevralgjike në raport me marrëdhëniet e ardhshme ndërkombëtare të fuqive të mëdha? Jemi në prag të më saktë mund të them që jemi në mes të një riformatimi të një rendi të ri botëror. Pra, edhe ky rend i ri botëror tashmë ka nxjerrë në ballë dy superfuqi. Ishte një që ishte garantuese këtij rendi botëror që ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashmë edhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pranuar që përveç tyre është edhe një fuqi tjetër që tashmë ka arritur në pjesëtal që është Kina.
Kështu që për momentin dhe për disa vite është në interes që Shtetet Bashkuara dhe Kina të mos kenë fërkime ushtarake, por të kenë konkurrencë midis tyre. Dhe kjo u theksua edhe në deklaratën Kina nuk përmend fare, pothuajse në deklaratën e traktatit, në deklaratën e fundit të samitit të NATO-s, me mendimin që pra Kina të trajtojnë ndryshe nga Rusia. Rusia u qujt një kërcelim i vazhdueshëm, ndërsa Kina nuk u trajtua fare, duke lënë një konkurrente të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ndodhemi në fazën e riformatimit të rendit të ri botror. Kjo do duket tashmë dhe nga zhvillimi këtyre dy konflikteve të fundit, në fakt dy konflikte që janë aktive sot, siç është lufta në Ukrainë dhe lufta në linjën e mesme, pasi këto ose do t'i mbajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të jenë në farë mënyrë rol të rëndësishëm në këtë rend botror dhe në rendin në përgjithësi, apo do të kenë nevojë për të bashkëbiseduar apo për të krijuar organizma të tjerë ndërkombëtar për rendin dhe sigurinë në botë, për një formatim të organizatave të kombëbashkuara të tjera, të cilat pothuajse janë ndjerë të nevojshme, por që për situatën aktuale, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të ngecura sidomos në atë konfliktin në linjën e mesme, që shpresohet të kalojë, se është një konflikt që ndjehet në xhepat e qytetarëve kudo në botë. Pra në një farë mënyrë jemi në mes të një rendi të fazës për formatimin dhe për konstituimin e një rendi të ri botror, pra. Kjo është që mund të themi për këtë fazë. E kuptoj. Zoti Shala, faleminderit shumë që ishit sot me programin Mirëmëngjes Shqipëri dhe për kontributin që keni dhënë edhe në shumë episode të tjera dhe programe të tjera të mëngjesit këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Ju uroj një verë të mbarë. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua dhe është gjithmonë kënaqësi që të bashkëpunoj me televizionin publik shqiptar. Është kënaqësi dhe për ne. Faleminderit, ju uroj ditë dhe fundjavë të mbarë gjithashtu. Mirë, të dashur miq, përpara se të kalojmë në rubrikat e tjera ku do të vi Kristi me të ftuar të tjerë, do të hedhim një vështrim të shkurtër në tabelën e kursit të këmbimit valutor për të parë se si këmbehet moneda shqiptare me monedat europiane dhe jo vetëm. Dollari amerikan këmbehet sot me 81.96 lek, euro me 93.62, poundi britanik me 110.05 dhe franga zvicerane me 101.19 lek. Kështu tregon tabela e kursit të këmbimit të valutor, por qëndroni të përditësuar me rtsh.al dhe gjithashtu me faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë për të kuptuar më shumë rreth kursit të këmbimit të monedës kombëtare shqiptare me monedat e tjera. Koha të rikthehet të Krishtit, temperaturat janë ulur, shira të shumtë kanë rënë gjatë mbrëmjes së kaluar. Do të shkojmë tek Mario Gjini me një lidhje të drejtë për drejtë virtuale me qytetin e Shkodrës për të parë se si ka qenë nata atje dhe më pas një lidhje të drejtë për drejtë me doktoreshën Aurora Dollenberg për shqetësimet dhe emergjencat shëndetësore të Europës këtë kohë. Qëndroni me ne.